lirin operacionale që ata duhet të kenë në rajonin e lindjes së mesme. Keni parasysh që deri në këto momente Izraeli ka një dominancë ajrore mbi të gjithë rajonin. Dhe kryen operacione ajrore pothuajse në gjithë rajonin, duke nisur nga Irani dhe të gjithë vendet e lindjes së mesme me përjashtim të monarkive arabe. Pra, dhe kërkon që të mos e humbas të liri operacionale. Me praninë e Turqisë në Siri dhe në mënyrë të veçantë, nëse Turqia do të ndërtoj bazën ajrore për cilët po diskutohet dhe po luftohet në Siri, kjo liri operacionale e Izraelit fillon dhe ngushtohet dhe kufizohet, sepse Turqia do të instaloj edhe sisteme kundër ajrore, dhe bëhet fjalë edhe për raketat S-400, sistemin S-400 të marrë nga Rusia. Dhe natyrisht që Izraeli nuk mund të pajtohet me këtë. Besoj që nga takimi që ka patur Netanyahu në Shtëpinë e Bardhë, pra me presidentin Trump, është diskutuar edhe gjetja e një zgjidhje me Turqinë. Dhe ne patëm edhe deklaratën e presidentit Trump që duhet të gjendet një zgjidhje e cila të jetë arsyeshme për të dyja palët. Dhe këto takime që ne jemi duke dëshmuar tani më vinë me njëherë mbas kësaj vizite të Netanyahut në Washington. Unë besoj që të dyja palët kanë interes për të krijuar një zonë dekonflikti, pra një zonë e cila krijon siguri që palët nuk do të hyjnë në një konflikt të nxehtë, pra në shkëmbime të armatosura, që pastaj mund të dilin jashtë parashikimeve dhe situata mund të përkeqësohej ndërmjet dyja palëve. Por keni parasysh që interesat e palëve në Siri janë krejtësisht të ndryshme. Interesat e Turqisë... Mendor, do më lejosh që të bëj një pyetje krejtësisht naive? Ç'punë ka në Siri Izraeli edhe Turqia? Tani, këtë përgjigje e japim, po di referohemi historisë, po. Jo, nuk kemi pse i referohemi historisë, shohim përpara, pa ju referuar historisë. Këto janë dy vende kufitare me Sirinë. Po. Edhe Turqia, edhe Izraeli. Turqia, problemin themelor me Sirinë e ka patur me çështjen e kurdëve, sepse operacionet ushtarake dhe terroriste kundër Turqisë shpeshherë janë iniciuar nga brenda territorit të Sirisë. Ky është interesi themelor strategjik për Turqinë. Interesi për Izraelin është që të zotrojë nalësirat Golan dhe të ketë epërsi strategjike në raport me çdo potencial të mundshëm kërcënimi për Izraelin. Natyrisht që nëse i referohemi historisë, Izraeli ka ambicie historike për Izraelin e madh kështu me radhë, por nuk po shkojmë atje. Po flasim vetëm për interesat gjeostrategjike që kanë tani palët. Dhe natyrisht që Turqia ka patur një kostur jashtëzakonisht të madhe nga lufta që ka ndodhur, lufta civile në Siri. Kostoja me vogël mund të jenë emigrantët, po kostot e Turqisë janë kostot shumë të mëdha dhe natyrisht që Turqia është e investuar për të patur një influencë strategjike mbi Sirinë. Interesi i Turqisë është që të ketë një shtet unitar në Siri, të ketë një shtet miqësor, pra një qeveri miqësore në Siri dhe të ketë stabilitet në Siri, sepse çdo tension, çdo kaos në Siri impakton për keq Turqinë. Nga ana tjetër, Izraeli nuk ka këtë interes. Izraeli ka interes për të mbajtur nën kontroll këtë fragmentimin e brisht që ekziston në Siri, sepse Izraelit intereson një Siri e fragmentuar, e kantonalizuar, mundësisht ku të gjitha sektet zotrojnë territorin e tyre, kontrollojnë territorin e tyre dhe në këtë formë nëpërmjet ndaj dhe sundoj Izraeli mund të ketë më shumë influencë mbi Sirinë, sepse një Siri unitare dhe e qëndrueshme përbën një kërcënim potencial për Izraelin në të ardhmen. Dhe kërcënimi i parë është për territoret siriane të pushtuara nga Izraeli në nalësirën Golan, por edhe një rrezik shumë më serioz në një të ardhme relativisht afatmesme dhe afatgjatë. E thënë kështu që qëllimi i mirë për Sirinë i përket Turqisë, jo Izraelit. Për shkak, jo në pikpamje morale qëllimi i mirë, por në pikpamje të përfitimeve strategjike.